Në Selenis u organizuar një takim me përfaqësues të policisë së shtetit, blegtorët, kryetarët e fshatrave, si dhe inspektorët e pyjeve me qëllim masat e marra, për të parandaluar situatat që mund të shfaqen nga zjarret. Në këtë takim të pranishëm ishin edhe prefekti i qarkut Vlorës Platon Nesuri, si dhe kryetari i bashkisë së Selenisës Nertil Bellaj. Në fokus të takimit ishte menaxhimi i rrezikut nga zjarret. Kryetari i bashkisë së Selenisës Nertil Bellaj theksoi se nga eksperiencat e mëhershme, zjarret janë një fenomen që çdo vit sapo vinë e poshtohen. Vitin e kaluar, Bashkia e Selenisës ishte bashkia e parë e qarkut Vlorës që kishte më shumë zjarre në territorin e saj. Bellaj u bëri thirrje të gjithë fermerëve se nëse nuk zbatojnë këtë përgjegjësi dhe kullotat të digjen, vitin e ardhshëm nuk do të kenë më mundësi të kontraktohen. Jemi futur në një sezon ku nga eksperiencat e mëparshme, nga vitet e mëparshme, zjarret janë një fenomen i cili çdo vit po vinë dhe poshtohen. Dhe vetëm vitin e kaluar ne ishim bashkia e parë e qarkut që kishim më shumë zjarre. Dhe këto zjarre sjellin dëme në bimësi, në pyje, në urishte, në bakti ka ndodhur, në blet, dhe pasurin, kapitalin, djersën, gjakun, mundin që një familje ka hedhur për vite tëra një person me dashje, i papërgjegjshëm, me një çakmak, ja shkrin atij për një afat një ditor. Vitin tjetër e keni të regjistruar atje ku do ndizet zjarr nuk do përsëritet më kullota që do të jetë e bashkisë Selenicë për ju. Ju, kur lidhni kontratën, keni detyrë të ruani kullotën. Në ato vende ku bie zjarri dhe nuk gjendet personi i cili e ndes zjarrin dhe ju e keni të faturuar në territor dhe se keni ruajtur, vitin tjetër ju nuk u faturohet më ajo kullotë. Prefekti i qarkut Vlorës Platon Nesuri theksoi se Selenica është në krye të vatrave të zjarrit e se temperaturat pritet të rriten. Deri më tani, sipas testurit, janë evidentuar 21 raste zjarri. Ajo çfarë duhet ngrej unë është më tepër një lloj shqetësimi që ka të bëjë kortej edhe Selenicës si bashki. Pra, mund të them që Selenica është në krye të vatrave të zjarrit. Dhe ndërkohë jemi edhe përpara një periudhe, një kohë që temperaturat po do kenë një ngritje të mëtejshme. Domthonë vetëm gjatë vitit kaluar ka pasur 79 raste të zjarrit. Ndërkohë nuk është mbyllur akoma qershori dhe evidentohen deri tani 21 raste. Pra, dëshmon që kemi një progresion i cili do të rritet akoma. Nëse shkojmë me këtë lloj ritmi, atëherë nuk ka vlerë sensibilizim. Më mirë po vim këtu, t'ju shpërndajmë çakmaqe, edhe vini zjarrin dhe bëni zjarr kudo. Për gjitha ka kosta. Ky nuk është një problem që i përket vetëm Selenisës. Një zjarr që bëhet Selenisë nuk e përballon dot Selenisën. Për një zjarr që bëhet Selenisë duhet ngrihet Vlora, Himara, Finiqi, Saranda dhe gjitha ka kosta. Jemi në situatë e cila realisht po bëhet gjithmonë më shumë problematike. Nëse nuk e ngerim zëri tani, realisht po them që mund të kemi situata cilat mund të jenë më të dhimbshme nesër. Dhe ndaj kërkoj jo vetëm sensibilizim, por njëkohësisht mbështetjen tuaj në bashkëpunim të plot me të gjitha autoritetet, jo vetëm për mbarvajtjen e territorit në cilin ju jeni, në cilin ju jetoni, keni krijuar ekonomitë tuaja, por dhe për ta ruajtur pikërisht nga ata që dëmtojnë atë. Shefi i emergjencave civile në prefekturën e qarkut të Vlorës, Robert Skëndaj, tha se nga muaj mars i vitit 2024 ka dalë ligji që në periudhën maj-tetor ndaloi të rreptësisht dhe në mënyrë kategorike zjarret e kontrolluara. Kryetarëve njësive administrative dhe kryepleq besoj duhet të njohur. Nga
marsi 2024-s ka dalë vendimi që thot shpremisht periudha maj-tetor ndalohet në mënyrë kategorike zjarret e kontrolluara. Kujt janë zjarret kontrolluara? Ne korrin grurin i vëm kashtës zjarrit, por ajo të del në mënyrë automatike të del jashtë kontrollit dhe nuk kemi mundësi që ta menaxhojmë këtë situatë. Një thirrje e veçantë drejtohet blegtorëve që kanë kontraktuar kullotat publike në Bashkinë e Selenisës, e se është detyrimi i tyre të kujdesen për to e t'i ruajnë nga zjarret. Mbrojtja e mjedisit dhe e pronës publike është një përgjegjësi që na përket të gjithëve, u tha në takim.